Përshëndetje miq të shëndetit dhe mirë se erdhët në këtë episod të podcastit ku kemi të ftuar doktoresh Rida Basha, dietologe klinike, e cila do të ndajë me ne informacione dhe këshilla në lidhje me ushqyerjen, duke pasur parasysh që vitet e fundit ka ndryshuar mënyra se si ne ushqemi për shkak të stilit të jetesës dhe ndikimit që kemi nga rrjetet sociale. Doktoresha, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje dhe kënaqësia ime kur bëhet fjalë për episode të rëndësishme, por nga ana tjetër edhe shumë serioze. Fillimisht, a mund të na sqaroni se ku ndryshon një dietologe klinike nga një nutricioniste? Është e njëjta gjë apo janë dy gjëra të ndryshme? Të dy merren me ushqimin, por ka një dallim në mënyrën se si merren me pacientin. Pra, nutricionisti është një specialist i fushës së të ushqyerit dhe ushqimit, i cili mund të ofrojë këshilla mbi ushqyerjen e duhur, gjithashtu mund të na ofrojë informacion mbi vlerat dhe frekuencat e një ushqimi të caktuar, por nuk mundet dot i vetëm të përpiloj regjime ushqimore të cilat lidhen me diagnoza të caktuara. Kurse dietologu klinik merret pikërisht me sëmundje specifike, jo duke përcaktuar diagnozën, por nëpërmjet një diagnoze të përcaktuar nga mjeku përkatës, ai mund të bëjë një regjim ushqimor dhe të menaxhojë situatën e këtij pacienti duke u përpjekur të korrigjojë parametrat të cilat janë jashtë normës. Pra, por megjithatë, nëse ne i referohemi cili e prej tyre mund të merret me pacientin, të dy duhet të jenë pjesë e një multidisipline për të trajtuar një pacient ashtu siç duhet. Pra, roli juaj në këtë rast në shërimin e një pacienti ose trajtimin e tij është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë drejt për drejt me mënyrën e ushqyerit. Patjetër që po, fjala shërim në fushën e mjekësisë dhe dietologjisë është pak e vështirë për të përdorur, sepse ka sëmundje si ato autoimune të cilat janë shumë të vështira për të pretenduar për shërim, por që mund të mbahen në stabilitet dhe për të ruajtur funksionin normal të disa sëmundjeve. Megjithatë, duhet ta theksoj që roli edhe i mjekut në këtë rast është shumë i rëndësishëm. Pra, nëse dikush bën një dietë për menaxhim të peshës është tjetër gjë, por nëse dikush bën një dietë i cili ka nevojë të menaxhojë disa parametra, po themi transaminazat e mërqis, apo ka një tiroidit Hashimoto, apo ka një problem tjetër, qoftë autoimun, qoftë jo, diabeti, atëherë duhet patjetër edhe këshilla e mjekut. Pra, nëse ai ka nevojë për terapi medikamentoze, dietologu nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në të, por patjetër duhet të komunikojë me mjekun përkatës për të menaxhuar dozat edhe frekuencat e përdorimit të medikamenteve. Shumë e qartë. Doktoresh, për të rikthyer tek tema që ne do të trajtojmë sot. Ne sot gjithmonë më shumë shohim promovimin e një ushqyerje të shëndetshme, por nga ana tjetër shohim që rastet e obezitetit dhe kequshqyerja, mos menaxhimi i një ushqyerje të mirë janë raste gjithmonë në rritje. Si më shpjegoni këtë paradoks? Pra, pse kemi, ndërkohë që promovohet një ushqyerje shëndetshme, nga ana tjetër shifrat për obezitet tregojnë të kundërtën. Të kundërtën. Është shumë e vërtetë, në fakt po ekziston ky paradoksi dhe sa më shumë bëhet propagandë, aq më shumë ne shohim të kundërtën e asaj që presim. Kjo për hir të dy arsyeve të paktën në këndvështrimin tim. Së pari, njerëzit janë shumë të tunduar ndaj një stili jetese i cili nuk përshtatet me ato që një dietolog pretendon të ofrojë, sepse jeta është shumë frenetike, je gjithkohës në punë dhe detyrimisht ti ke ulur nivelin e aktivitetit fizik duke qëndruar gjithkohës ulur, apo je i detyruar të konsumosh ushqim prej jashtë, kryesisht fast food dhe ushqime të pashëndetshme. Po ashtu e ke shumë shpejt te marketi të marrësh diçka të paketuar, koha për të gatuar në shtëpi ka filluar të kufizohet dhe unë mendoj që kjo është çështje e mungesës së orientimit dhe menaxhimit dhe jo sepse vërtet nuk kemi kohë, dhe po ashtu një keq përdorim i fjalës së vërtet. Prandaj thash pak më përpara që më pëlqen të jem në emisione serioze që kanë një audiencë të filtruar dhe të kulturuar dhe që e kuptojnë dhe e duan ta marrin mesazhin ashtu siç thuhet nga fjalët e specialistit. Ne kemi shumë media, qoftë online, qoftë televizive dhe emisione të cilat përpiqen që të japin një informacion mbi shëndetin, por mënyra se si transmetojnë duke modifikuar tituj, duke u përpjekur të bëjnë më shumë viralitetin e gjës sesa vetë thelbin e një koncepti të caktuar, atëherë dhe audienca
fillon të çoroditet, përdor shpesh termin sepse një ditë del dikush që thot demonizon po themi karbohidrate, dikush tjetër thot sot mos hani karbohidrate, hani vetëm proteina, nesër del një tjetër që thot hani vetëm fruta, dikush thot mbas orës 8 mos ha se shtohet djami. Detyrimisht njerëzit vinë në një pikë caktuar dhe thonë unë do bëj çfarë më do qefi sepse boll u lodha. Nëse do të kishte pastaj një filtr qoftë personave që ftohen, sepse dhe gazetari vërtet do të mbushi, po e quaj kështu në term ndoshta dhe bazik, një emision, por duhet të studioj personin të cilin po fton, sepse në fund të ditës edhe ai është përgjegjës për atë çfarë media e tij do transmetoj. Pra secili në fushën e vet mban përgjegjësi për atë produkt që i ofron audiencës. Se vërtet tashmë është bërë shumë e rëndësishme të jetë virale diçka, por unë mendoj që shumë shpejt përsëri do t'i vi koha çfarë është thelbi i asaj që po dëgjojmë. Dhe jo vetëm në dietologji, në shumë të tjera. Por të paktën këtu që jemi duke u lidhur drejt për drejt me shëndetin, të filtrojmë njerëzit, nuk e kam të ftojmë hyridën apo nuk kam probleme dhe sikur të mos dal kurrë, mjafton që ai që del të thotë diçka që ka vlerë për atë që po e dëgjon. Do prandaj është ky paradoksi që njerëzit nuk dinë çfarë të dëgjojnë, nuk dinë kush është e vërteta, plus jeta frenetike që thash. Pra jemi të tunduar për të bërë një jetë jo të shëndetshme. Dhe ju mendoni se këta vitet e fundit për shkak të rrjeteve sociale, emisioneve televizive, a mendoni se ka ndryshuar mënyra e ushqyerjes së popullatës, pra nga se ndikohen ata? Mendoni se ka ndryshuar apo vazhdon të jetë e njëjtë? Po, nuk dua të shoh vetëm anën e RTG-s, sepse e bëra këtë parantezim dhe ky qëndron, por unë mendoj që dhe njerëzit vetë nëse duan ta kuptojnë informacionin apo ta gjejnë burimin, ekziston mundësia. Kështu që vërtet ne thamë që ka individë të cilët dalin për viralitet etj, por ka dhe nga ata të cilët me qetësinë e tyre, me këmbguljen, vazhdojnë të thonë të njëjtat gjëra që funksionojnë dhe ekzistojnë. Pastaj vetë njeriu mendoj që duhet të selektojë informacionin. Pra unë e them shpesh, kur ne shkojmë për të blerë një veshje, ne kontrollojmë disa dyqane, disa veshje, disa ngjyra për të marrë atë që na përshtatet. Pse kur vjen puna tek një informacion që vjen për shëndetin ton, për mirëqenien ton, ne mund t'i besojmë çdo gjëje që del. Pra ne mund t'i besojmë një shotsi përpara se një diete. Pse? Sepse kjo vjen nga dëshira jonë për të marrë një rezultat të shpejt, edhe pse logjikisht nuk funksionon. Por nga ana tjetër është bërë edhe pak e vështirë, sepse media ofron disa modele, ose Instagram, rrjetet sociale, po i përfshi gjitha këtu, ofron disa modele që ndonjëherë e rrisin stresin tek një individ i caktuar, sepse dikush që po lufton me kohë gjata me peshën, patjetër që nëse shef një modele me një trup shumë elegant, me forma etj me radhë, do të ndjejë një farë mërzitje dhe do të futet në atë ciklin e stresit dhe të ngrënjes. Sikundër ka nga ata që çdo gjë e kanë marrë me pozitivitet, kanë ditur ta vendosin dhe ta zbatojnë në jetën e tyre, kanë ditur të menaxhohen, sepse unë gjej shpesh po nuk kemi kohë, po jemi të ngarkuar, po kanë fëmijët, gjithë jemi familjar, gjithë bëjmë edhe punë të tjera krahas profesionit, kështu që nëse arrim të menaxhohemi në familje, duke bërë pazaret për më shumë se sa 2 javë, po duke bërë edhe një lloj programimi të çfarë do gatuajmë, duke menaxhuar si blerjet ashtu edhe gatimet, sigurisht që koha del, sepse ti mund të gatuash kinoa për 2-3 ditë dhe për 2-3 ditë mund ta kombinosh me perime të ndryshme apo me fileton e pulës dhe pra bën një lloj parapërgatitje që quhet, ose produktet e ngrira të gatuara në shtëpi, prapë një kursim kohe. Kështu që ata që duan, unë mendoj që dinë edhe ta zbatojnë atë që dëgjojnë. Në fakt, kjo do të ishte pyetja që do ju bëja, si mundet dikush që nuk ka kohë fizike të ketë një jetesë të shëndetshme sa i takon ushqyerjes? Pra si mund ta bëj këtë? Ka ndonjë këshill nga ana juaj? Patjetër, jetesa e shëndetshme, nëse dihet të menaxhohet, nuk kushton as kohë as para, të paktën aq sa mundemi, sepse ne mund të dalim një herë në javë të dielave për të bërë pazar qoftë të fruta perimeve, qoftë të produkteve të tjera. Plus ka disa produkte si kundër janë drithrat, legumet apo farat, arrat, të cilat ti nuk ke pse i merr çdo ditë, sepse ato nuk prishin nëse ti i ruash në kushtet e duhura. Dhe këto ti i ke mënyra për ti alternuar. Po nga ana tjetër, përpiqu të marrësh gjithmonë ushqime të cilat ofron sezoni dhe ofron lokaliteti jot. Kështu e ke shumë më të thjeshtë që edhe nëse ngele pa
pa një gjë, poshtë pallatit do ta gjesh. Fatmirësisht ne jemi të rrethuar nga marketing, nga tregje, të cilat na ofrojnë pafundësisht, dhe patjetër para përgatitja. Për shembull, nëse ti do të bësh një supë me lëng mishi, ti mos u kujto ta zgjesh mishin apo kockat në atë moment. Mund ta përgatisësh këtë kolagjenin e kockave që zakonisht themi, apo mund të bësh një brodo perimesh, mund të menaxhosh perimet të cilat ke kohë që i ke blerë dhe kanë filluar ndoshta të mos kenë atë freskinë për t'i bërë në formën e kubetave të vegjël në akull dhe t'i vendos direkt në supë. Pra ka alternativa pafund për të menaxhuar, dhe sidomos këto sezonet e ndrimit të stineve, këto momentet e ndrimit të stineve janë një mënyrë shumë e mirë për të menaxhuar gjithë pjesën tjetër. Se okay, ne mund të jemi të ngarkuar gjatë javës apo kryesisht gjatë stinës së dimrit, por vera na ofron mundësinë dhe për pushime dhe për pauza, edhe dita është më e gjatë. Kemi mundësi të parapërgatitim edhe për sezonet në vijim, kundër në dimër edhe për sezonin e verës me produktet e ngrira në vakum, në akull e kështu me radhë. Doktoresh, nga praktika juaj keni vënë re gabime që bëjnë qytetarët në lidhje me ushqyerjen? Pra gabime që ata lehtësisht mund t'i shmangin, por ndoshta nga mungesa e informacionit në mënyrë të pavedishme mund të bëjnë gabim. Nuk është nga mungesa e informacionit, sesa nga dëshira për të besuar se ekziston një zgjidhje e shpejtë, dhe një ndër to, për shembull, është mungesa e konsumit të mëngjesit. Sigurisht, secili nga ne duhet ta dëgjojë organizmin e vet, sepse ka ditë të caktuara ku ti ngrihesh pa një dëshirë për të konsumuar mëngjes, por kjo nuk do të thotë që ti çdo herë duhet ta zbatosh këtë gjë. Pra mungesa e mëngjesit është një gabim. Po ashtu, mendimi se po të hash një vakt do psohesh, ndërkohë që nëse kemi kohë për ta zgjatur, do ta shpjegoj edhe arsyen pse ti do psohesh kur ha më pak, kur futemi në dieta hipokalorike të përsëritura. Pra edhe kjo është një gabim. Po ashtu përdorimi i dietave magjike, pijeve detox, shotësave me ginger, pra 1001 brot shkulla, më fal për termin, që sot reklamohen, promovohen dhe më vjen keq që bëhet edhe nga VIP-at kjo gjëja, sepse ti mund të jesh VIP në fushën tënde, por nuk ke asnjë lloj lidhje dhe tagri për të folur mbi shëndetin dhe ushqyerjen. Këto janë disa gabime të cilat nuk janë thjesht momentale. Këto lën probleme. Pra lën probleme jo vetëm shëndetësore, por edhe psikologjike, sepse nuk është fare thjesht për një individ i cili gjithë jetën lufton për të humbur peshë, bën këto tentativa të cilat në momentet e para mund të duket sikur ofrojnë mrekulli, dhe ty të rikthehet pesha përsëri. Pra ky është një lloj stresi i vazhdueshëm për këta persona. Të ndalim pak te këta dietat magjike, dietat detox, dietat e shpejta për të dobësuar, sepse i shohim rëndom edhe ka shumë njerëz që i përdorin dhe besojnë tek ta. A kanë ata një bazë shkencore? Ky është problemi, që nuk ka një bazë shkencore. Dhe çfarë këshilla do t'ju jepje qytetarëve? Thjesht përdor gjuhën që trupi të flet. Pra, secili nga ne e kupton. Unë jam e bindur që ata nuk është që u besojnë verbërisht. Unë mendoj që ata janë të lodhur në atë pikë që duan zgjidhje të shpejta, sepse afërmend ti mund ta kuptosh që një shot pa ngrënë bukë gjithë ditën, në një farë forme do të bëj deficit kalorik dhe ti për një kohë caktuar do mbasësh shpesh. Po problemi qëndron që ti me atë shocin apo me atë lëngun detox, ti nuk e marr nutrientët që i duhen organizmit. Ti ke bërë deficit të nutrientëve të caktuar. Pra praktikisht të gjithë mendoj se e din që në një farë mënyre ata kanë humbje, por duke dashur këtë zgjidhje në shpejt, thonë, okay, do ta provoj edhe këtë gjë, dhe pastaj e pësojnë sepse dihet. Dhe një pikë caktuar që trupi nuk mban dot më. Vërtetime shkencore mbi këto nuk ka. E besoni që ndonjëherë edhe kur flasim për studime, njerëzit, se është edhe ky paradoksi që kur ti citon një rezultat dhe thua që studimet e fundit kanë treguar se ata persona të cilët bëjnë dieta hipokalorike kanë tendencën të shtojnë peshë, njerëzit në vend se të gjejnë vërtet burimin apo ta dëgjojnë një herë deri në fund këtë version, fillojnë dhe komentojnë negativisht ose kërkojnë me forcë të madhe ku e gjetet ti botimin. Ndërkohë që mund të dali dikush me një emër të caktuar sepse ka dalë nga një format X televiziv dhe nuk ka pikën e lidhjes me çfarë thot, dhe mund të besohet shumë më thjesht nga një person tjetër i cili ka 40 vite që merret me një punë të caktuar apo ka 20 vite shkollim dhe nuk besohet. Kështu që nuk e di, ndonjëherë them që edhe duan të gënjehen, ndonjëherë mendoj që okay, s'kan edhe faj sepse vuajnë edhe duan të gjejnë një zgjidhje. Sa të rrezikshme mund bëhen këta dieta për shëndetin? Pa diskutim që bëhen shumë të rrezikshme, sidomos kur përsëriten dhe kur janë të pamonitoruara, për shembull, sepse varet edhe për kë flasim të rrezikshme. Nëse i referohemi dietës keto dhe dietës fasting, intermittent fasting, të dyja janë regjime ushqimore terapeutike.
Pra, konsiderojnë dietoterapi. Dhe nëse i referojmë pyetjes së fillimit nga dallon dietologu, unë thash që dietologu menaxhon ose përcakton një dietë që vjen me një diagnozë të përcaktuar nga mjeku. Dhe një mjek mundet për arsye të caktuara të më referojë që X pacient duhet t'i bësh një dietë keto. Ose X pacient për një kohë të caktuar nën monitorim duhet të bëj fasting. Të dyja këto janë për arsye të veçanta dhe specifike të organizmit dhe nuk është për çdo person dhe duhet patjetër monitoruar. Por ka individ që duke parë rezultatin dhe duke dëgjuar që karbohidratet janë shkatruesi më i madh etj, fillojnë i kthejnë në stil jetese deri në një moment të caktuar që trupi do ta kthejë ty reston, se është e pamundur të funksionojë ashtu siç ti dëshiron. Ai do funksionojë ashtu siç është projektuar. Dhe në këto raste fillojnë dëmtimet mëdha, ose që vinë për hir të destabilizimit hormonal, sepse në fund ditës karbohidratet, përveç se janë burimi jon kryesor i energjisë, janë një menaxhues i hormoneve tona. Do të kesh probleme të tjera të cilët vinë nga hipokaloria që ti po mban, por karbohidrati nuk është thjesht burim energjie, nga ana tjetër është edhe burim i folateve, i fibrave, kështu më radhë, pra do fillojnë disbiozat, dhe të gjitha këto janë gjurmë të cilat nuk hiqen lehtë, por do duhet një terapi shumë e gjatë që do kërkojë më shumë durim, do kërkojë më shumë kohë. Dhe ti do të thuash me veten tënde, po unë si kam mundësi, se prap kthen dhe thon, po unë bëra keto të rasht, si s'po bi me këtë. Po sepse ti ke shkatruar trupin tënd deri në atë farpike që mua më duhet më shumë kohë për ta rikuperuar. Dhe mbi të gjitha, një dietolog kur nuk bën dietë për të të mësuar si të biesh nga pesha. Duhet të bëj një regjim ushqimor për të edukuar ty si të vazhdosh edhe pa praninë e tij. Dhe nëse një dietolog mban një person vite të tëra në klinikën e vet, për mendimin tim ai ka nevojë për fansa dhe jo për persona të cilët duan të arrijnë rezultat. Për mua, një pacient e arrin rezultatin edhe në muajin e tretë, edhe nëse pesha nuk ka shkuar tek ajo që duhet, por edukimi i tij ushqimor është i duhur. Truri dhe zorra e tij funksionojnë dhe punojnë, ai di si të kombinojë, ai di si të përshtasë, ai di ti përshtatet stinës dhe kujt tjetër, dhe për mua ai është rezultati final. Jo një pacient i cili shikon patjetër sa kile ra etj. Ndërkohë terma, BMI, peshë ideale, këto janë, domethënë, janë shkatërrim i inteligjencës së një individi. Dhe shumica e njerëzve që e quajnë veten profesionist luajnë me gjendjen emocionale të pacientit. Sepse rënje në peshë nuk është shifra në kilogram, po është masa diamore dhe ruajtja e saj muskulare. Doktoresha, ju përmendet pak, jo pak po gjatë, pjesën e dietës që do të jetë një dietë e personalizuar nga një dietolog klinik, dhe shpesh njerëzit nuk zgjedhin dieta të tjera ndoshta për shkak sepse kanë këtë frikën që janë të kushtueshme, pra një ushqyerje e shëndetshme kushton. Do të pyesja, a është e vërtetë që ushqyerja e shëndetshme kushton apo është thjesht një mit? E para njëherë, sa i takon faktit se çfarë zgjedhin njerëzit duhet të bëhen edhe pak selektiv në gjërat që zgjedhin për trupin e tyre, sepse për veshjet e bëjnë. Pra, nëse se e marr gjithmonë si shembull këtë, shkojnë gjejnë materialin e bluzës, të jetë firmë, të jetë kjo, të jetë ajo, sepse do duken. Ndërkohë, për ushqimin mendojnë se është i shtrenjtë. Dhe shkojnë dhe gjejnë dieta në internet. Gjejnë dieta të një individi që thjesht është dobësuar vetë dhe e shet atë me mijëra herë, dhe patjetër që ai person do të ketë një kosto më të ulët të shërbimit të vet, sepse ai nuk ka çfarë të humbë në fund të ditës, nuk ka bler asnjë shkollim të mundshëm, pra nuk ka investuar në profesionin e vet dhe detyrimisht e ka shumë të thjeshtë të uli koston, dhe patjetër që ai person të fik edhe telefonin dhe nuk të përgjigjet më. Kurse një individ i cili ti e konsideron se po të ofron një shërbim të shtrenjtë, së pari në fund të ditës ka investuar për emrin e vet, ka investuar për atë informacion dhe njohuri që po të jep ty, ka investuar që të ta hap telefonin, mos të ketë turp sepse ty të erdhi një pyetje që nuk di ta menaxhosh apo një vështirësi gjatë regjimit ushqimor, dhe patjetër e kupton mirë fjalën e personalizuar. Fjala e personalizuar më tepër është bërë marketing se sa ekziston në thelb. Fjala regjim i përshtatur është ajo që duhet, se i personalizuar është unë tani do të gjej ty ushqime specifike vetëm për ty që dikujt tjetër nuk ja jap. Ushqimet ato janë.
Por në varësi të ekzaminimeve tua të gjakut, matjeve antropometrike nëpërmjet BIAS, konsulta dietologjike që të paktën do të zgjas 45 minuta, 1 orë, se është pacienti që ta tregon ty sëmundjen, jo ti duke e folur. Pacienti e di ku i dhëm, çfarë i dhëm, si që shtet, në momentin që ti bën një intervistë të tillë dietologjike së bashku me gjithë ato që të thash, patjetër që do t'i bësh një regjim që i përshtatet kushteve të tij. Kurse e personalizuar sigurisht duan të nënkuptojnë këtë që unë thash, por njerëzit mendojnë që wow, çfarë do më bëjnë ndryshe. Dhe më vjen keq që edhe në këtë fushë ka një marketing i cili për mua është i gabuar. Doktoresh, të ndalim pak, sepse ne për peshën trupore, dieta është një element shumë i rëndësishëm. Po sa i rëndësishëm është një gjumë i mirë, sa ndikon stresi, pra stili ynë i jetesës. Në fakt, nëse dikush i ka ndjekur shpesh intervistat e mia, unë them gjithmonë që dieta nuk është thjesht ushqim. Pra është përtej ushqimit, është madje edhe njerëzit me cilët i qëndron, përveç se gjumit, që është pa diskutim, sasisë së ujit, aktivitetit fizik, menaxhimit të stresit, nuk them hiqni stresin, se edhe fillojnë komente, po si ta heqin, na tregon si që nuk hiqet stresit. Unë që jam në këtë fushë nuk e heq dot stresin, se kam të bëj me kategori të ndryshme njerëzish, me stresin e përditshëm të trafikut e tjerë, është e pamundur. Por menaxhim, pra si është ajo shpreha që thotë ne jemi rezultat i reagimit ndaj stresit dhe jo i vetë situatës. Dhe patjetër, dhe kur them i personave me të cilët i qëndron, është sepse nëse ti je në një rreth i cili të ofron stres, pa diskutim që fillojnë ato proceset që ne dim çfarë ndodh në efektin e stresit. Nëse ti je në një rreth i cili të ofron pozitivitet dhe ti je më ndryshe e karshi ushqimit, sepse ushqimi është dhe emocion. Është edhe një aromë, është edhe një kujtim, është edhe një vend, është edhe një person. Pra, ti mjafton të kujtosh Napoli dhe të shkon mendja te akullorja me limon. Po the Durrës nuk shkon mendja te akullorja me limon. Pra, duke qenë që ushqimi është përtej makronutrientëve që ke në pjatë, atëherë duhet të kesh kujdes çdo lloj zgjedhje që ti bën, qoftë në cilësinë dhe higjienën e gjumit. Pra ne shkojmë për të fjetur dhe kontrollojmë edhe një Instagrami kush na ka shkruar. Dhe janë gabime që dhe unë vetë si profesionist dhe pse e di i bëj, sepse janë pjesë e qenies njerëzore. Ose njerëzit kanë koncepte të gabuara që jam në një dietë tani, duhet mos shkoj në një party, në një festë sepse i kanë trembur që po e prishet dietën, s'ke rezultate etj. Nuk ka lidhje fare, sepse nëse ti mban 90% të regjimit ushqimor të këshilluar, dhe se ti bëre një ditë, pra e ke tradhtuar dietën një ditë, absolutisht asnjë gjë nuk është, nuk ndodh. Përkundrazi trupit i duhet e gjitha kjo. Kështu që mund ta tradhtosh dietën ndonjë ditë? Mund ta tradhtosh dietën. Sa shpesh mund ta tradhtosh? Sa shpesh? Brenda një muaji, supozojmë. Po, unë zakonisht pacientëve të mi, pavarësisht se u përpiloj regjimin për ditën e diel, gjithmonë i them edhe nëse të dielën të del diçka e papritur, gëzoje, kënaqu. Kënaqu sepse ne nuk jemi qenie të cilat duhet të qëndrojmë në një sferë kristali vetëm sepse jemi në një regjim ushqimor. Përkundrazi, pjesë e regjimit ushqimor është që ti të menaxhosh dhe kur je jashtë regjimit ushqimor. Pra që ti dish që, do më duhet të ha pica sot, nuk kam se ha një picë të tërë. Sepse në fund të ditës, unë jam si mbas një pice dhe pas 3 copave picë, ama unë jam një bark që po flas, unë jam një bark normal, e ndjeva, e shijova, nuk u shkëputa nga tavolina, dhe është nesër i rikthem regjimit. Kjo është. Po ushqimet të ndaluara ka? Shiko, ushqimet të ndaluara nuk ka në konceptin nuk do të konsumosh një ushqim X, sepse dhe ushqimet më të shëndetshme mund të jenë të ndaluara për kategori të caktuara pacientësh. Siç për shembull, nëse flasim për shegën. Shega është një produkt shumë i shëndetshëm, pra një ushqim, dhe pa diskutim nuk ka asnjë në botë që të thotë mos e ha shegën. Por kur vjen puna tek pacientët me kimioterapi me medikament specifik, përdorimi i shegës apo i qitros mund të grapefruit, mund të krijoj interferencë dhe nuk rekomandohet. Kështu që nuk ka ushqime të ndaluara, sigurisht ne duhet patjetër të minimizojmë, të reduktojmë përdorimin e pjerëve me gaz, pjerëve alkolike, duhanpirja pa diskutim që nuk duhet futur fare, apo patetinave, ëmbëlsirave të paketuara, sigurisht që këto duhen shmangur. Por nëse ndodh që ti në një fest hëngre pak tort, nuk është që të bëhet ndonjë alarm i madh. Pra kjo është, unë mendoj që më shumë njerëzit i shtyjnë drejt gabimeve, fakti mos e bëj, kujdes kjo, po na sjell kancer kjo, mos hani bukë, u fut gjarë prit e sharqiri, domethënë ca idiotësira të kohëve të fundit që unë nuk e kuptoj dot si e lejojnë mediat
që kjo fjalë të dalë nga ai kuadrat i atij televizioni apo asaj platforme. Kështu që frika që i shtohet njerëzve me fjalën mos e bëj është më e madhe se sa dëmtimi që një ushqim realisht mund të të bëjë ty kur e ha një herë në javë. Me kuptoj. Sot mendon ju duke e lidhur sërish me informimin, a janë njerëzit thjesht më të informuar apo po ushqejnë më shëndetshëm, sepse Te ushqyerja e shëndetshëm, se ne e ha shpesh edhe me pacientë, Rita, po mirë, dakord, po ku t'i gjejmë ne këto? Tani, në fakt, fatmirësisht, ende Shqipëria ka shumë afër zonat rurale dhe vazhdon bëhen mbjelljet, pra bujësia deri diku vazhdon, ekziston. Në mos për një masë të gjerë popullate, secili nga ne ka dikë në fshat, ka një komshi që ka dikë në fshat, pra ka mundësi për të gjetur produkt. Gjithë problemi qëndron që unë si dietolog ty nuk të ofroj dot që ky gruri i kësaj bukës që ti morë te furra është cilësia më e mirë, sepse nuk më takon mua si dietolog të merrem me kontrollin e cilësisë ushqimore. I takon një tjetër sektori që merret me këtë. Unë si dietolog kam të drejtë ty të ofroj këshilla se çfarë ti duhet të konsumosh. Dhe njerëzit janë vërtet të informuar, po ekziston dhe kjo frika e cilësisë së produkteve dhe me të drejtë në një farë mënyre. Doktoresha, të ndalim pak tani tek Stina e verës ku edhe jemi dhe ushqyerja shumë e rëndësishme për të qëndruar i hidratuar dhe i shëndetshëm. Cilat janë disa nga ushqimet që ju i rekomandoni më së shumti gjatë kësaj stine? Ato që Zoti ka krijuar për këtë stinë. Pra, nëse ne dalim në një treg, nuk shohim një sasi të madhe të portokalleve, po shohim bostanin, shalqinin, kastravecin, pra produkte të cilat mbajnë sasitë e larta të ujit. Kjo sepse çdo individ është i përshtatur për një natyrë të caktuar, për një zonë të caktuar, për një vend të caktuar, dhe vetë trupi krijon përshtatshmëri dhe kërkesa në varësi të kësaj stine. Ne nuk kemi dëshirë për konsum të ujit kaq të lartë, saç kemi pra në verë, saç për shembull në dimër ne nuk e kemi. Prandaj dhe vetë trupi përshtatet dhe kërkon produkte që kanë sasi të larta të ujit apo sasi të larta të fibrave. Dhe po të vëmë re, gjatë stinës së verës, numri më i lartë i rasteve është me probleme gastrointestinale sesa me viroza të traktit respirator. Dhe për këtë arsye merren më shumë fibrat, përdoren frutat që ne i shohim, qershi, nektarin, kajsi, kumbulla. Lëngu i kumbullave është një probiotik shumë i mirë. Pra, nuk është e thënë që ti ta marrësh kumbullën dhe ta hash ashtu. Mjafton që ta zjesh pa shtuar sheqer, sa ta vetë të ëmbla, ti vendosësh pak kanellë, pak vanilje, pak karafil dhe të bësh një pije shumë të ftohtë, freskuese. Po ashtu mund të bësh me bostanin, po ashtu me shalqinin, mund të krijojmë akullore vetë në shtëpi, të cilat përsëri janë të shëndetshme, pra me pak kos apo me qumësht e kështu me radhë. Dhe ja, këto janë ato që duhet të konsumojmë, sepse nuk kemi fare nevojë të lodhemi për sa kohë Stina na i ofron me zgjuarsinë e saj. Pra, po ka dhe një mas në konsumin e tyre, sepse ka njerëz që edhe abuzojnë në konsumin ka dhe një mas. Patjetër, nuk mund të pretendoj që dikush të ulet dhe të mbarojë një shalqin të tërë. Sigurisht që ka dhe kjo një mas, e rëndësishme është që brenda një dite të konsumohen rreth 4-5 fruta të ndryshme, pra një fet shalqi, 2 fiq, apo 2 kajsi, një pjeshk, të alternohen, pra të alternohen për dy arsye. Së pari ti ke mundësi të marrësh më shumë vlera ushqyese dhe së dyti secila prej tyre ka nivele të ndryshme të ujit dhe të fibrave. Dhe prandaj ose mund të kombinohen, sepse kemi dhe persona të cilët kanë probleme me diabetin e tjerë. Kështu që mund të kombinohen në varësi të diagnozës që por mund të kombinohen për çdo me një protein, për shembull me pak rikota, një kastravec me pak rikota apo pjepri me pak djath të dhije nëse, apo me fruta harrore të cilat kanë acide yndyrore esenciale dhe kështu deri diku bëjmë edhe një menaxhim të nivelit të sheqerit në gjak apo të rritjes së sheqerit në gjak, ai piku po themi glicemik. Po nga ana tjetër shohim edhe persona që nga vapa nuk kanë oreks. Patjetër. A është kjo normale? Po sigurisht që është normale, unë jam një ndër ato persona që gjatë stinës së verës humbas pesh për hir të mungesës së dëshirës për të konsumuar. Sigurisht temperaturat e larta nuk i japin trupit kërkesën për energji. Për shembull, nuk na ndodh siç në dimër të kemi dridhje dhe trupi prodhon energjinë atë rast, ne nuk kemi nevojë për prodhim e shtesë të energjisë dhe detyrimisht nuk ke nevojë as për të konsumuar shumë ushqim, por kjo kërkesë gjithmonë duhet zbatuar, sepse unë vërtet thash pak më përpara që ushqyerja intuitive apo duhet ta dëgjojmë çdo sinjal të trupit, duhet ta dëgjojmë, por dhe duhet i përshtatemi. Atëherë mund të krijojmë vakte të cilat janë të plota, që i përmbajnë dhe karbohidratet dhe yndyrnat dhe proteinat, por që të jenë të freskëta.
Për shembull, nëse unë zakonisht mos i përdorni smoothie, sepse mos i përdorni lëngjet e frutave, sepse nuk ofrojnë fibra, nëpërmjet smoothie-ve, të cilat mund të na bashkojnë shumë produkte, ne mund ta marrim një vakt të tillë, por kjo nuk e zëvendëson një regjim të shëndetshëm ushqimor. Pra nëse ty për mëngjes nuk të hahet, mund të bësh një smoothie të ftohtë me një frutë që mund ta kesh ngrirë, jo fruta të ngrira të blera, fruta natyrale, por që ti i ke ngrirë. Mund t'i shtosh pak kos, pak kubakull, dhe ja te ke bërë një vakt i cili mund t'i shtosh dhe pak tërshër apo bajame apo një qumësht vegetal, dhe ja te ke bërë një vakt i cili është i plot, por është i freskët dhe ti mund ta shijosh. Siç mund të përdoren shumë shpesh suprat, apo sallatat e ftohta, quinoa e ftohtë me bishtaja apo orizi ftohtë me bishtaja. Pra, ka alternativa të cilat ti mund t'ja ofrosh trupit tënd edhe kur dëshirash në minimum, dhe patjetër mundohu të mos abuzosh as me sasinë në tepri, as me sasinë në minus, se në fund ditës trupit i duhen vlerat si në dimër dhe në verë, dhe mos harrojmë hidratimin me ujë natyral. Në lidhje me lëngjët e frutave, shohim që në marketing ose në rrjetet sociale promovohet lëngu i portokallit si një pije që duhet konsumuar në mëngjes, ndërkohë nga ana tjetër ka studime që thonë që nuk është i shëndetshëm për të konsumuar me stomakun bosh, pra në mëngjes. Ju këtë teori mbështesni në këtë rast? Në fakt, unë përgjithsisht për lëngjet e frutave nuk jam shumë pro, dhe nuk i referon vetëm atyre të paketuara, se ato pa diskutim që nuk jam fare pro, po edhe ato të bëra në shtëpi nuk jam pro, sepse ka dy arsye që i kam thënë shumë herë, por okej. Pra për sa kohë gabohet duhet ripërsëritur. E para, për të bërë një lëng frutash 250 ml, pra një gotë, ty nuk të duhet një frutë. Të duhet të paktën 4 portokaj, nëse unë nuk gaboj, për marrim mesatarisht. Dhe detyrimisht 4 portokaj, 4-5 ose 4-5 fruta në ditë, 4-5 fruta janë rekomandimi ditor. Ti po i merr në një smoothie, në një lëng frutash. Megjithatë, përveç gjithë kësaj, është fakti që ti po merr vetëm ujin dhe vitaminat e tretura në ujë dhe sheqerin, sepse fibrat ja ke hequr nëpërmjet lëkurës apo pjesës tjetër të mbetur të frutit. Kështu që në këtë rast nuk kemi duke marrë gjë. Edhe piku glicemik do të rritet etj. Në stomakun bosh, kjo mund të shkaktojë rritje të aciditetit dhe kryesisht tek personat që vuajnë nga GERD ose nga refluksi gastroezofagial apo nga probleme të tjera që lidhen me stomakun. Kështu që unë nuk jam pro i konsumit të lëngjeve të frutave, aq më pak i produkteve sikundër janë agrumet me aciditet të lartë, të cilët mund na shkaktojnë probleme. Kur ndërkohë fruti vet mund të konsumohet ashtu siç është, bashkëshoqëruar me një mëngjes të plot dhe të ekuilibruar dhe të balancuar. Apo siç ka dalë ky trendi tani me vaj ulliri dhe me limon. E mbështesni? Jo. Sigurisht që vaj ullirit me limon ka benefitet e veta, unë nuk hedh dot poshtë këtë lloj kombinimi, që mund të jetë një bazë shumë e mirë për një salcë sallatrash, që mund të jetë shumë e mirë nëse ti dëshiron ta shtosh një sallatë ftohtë, por që ta pish në mëngjes esëll, sepse doli moda, unë këtë nuk e kuptoj dot. Domethënë, askush nuk ka nxjerrë çfarë bën në të vërtetë ky vaj ullirit me limon, përveç se është viral. Çfarë bën? Si ujë me limon në mëngjes që u bë për vite të tëra një kaos i madh i informacionit, apo uthull në mëngjes. Domethënë, këto janë ca absurditete të pakuptimta dhe gjithë logjika ishte që ulet kolesteroli. Trupi nuk e prodhon kolesterolin vetëm në mëngjes, në drekë apo në darkë, kur këta të famshmit pretendojnë se ndodh. Pra trupi ka kohën e vet të prodhimit të hormoneve të caktuara dhe të rregullimit të parametrave të tjerë biokimik. Kështu që vaji ullirit me limon është një kombinim ideal, por jo për atë çfarë e promovojnë njerëzit në rrjetet sociale, aq më tepër esëll. Okej, nuk e di. Doktoresha, për të rikthyer edhe një herë tek pesha trupore dhe rënja në peshë e personave që vuajnë ndoshta nga obeziteti dhe nga mbipesha. Nëse sot dikush që po na ndjek ka vendosur që të ndryshoj stilin e jetesës për të rënë në peshë dhe për të pasur një jetesë më të shëndetshme, cilët janë 3 këshilla që ju do t'i rekomandonit për të nisur? Së pari, mos krijo pritshmëri më shumë se sa realiteti, që do të thotë merr informacionin e duhur mbi këtë nevojë që ti ke dhe kupto cili është targeti jot real. Jo ai që ti pretendon apo dikush tjetër të ka thënë se duhet. Për shembull, duke u nisur me peshën ideale, ky është një gabim. E dyta, lidhu pak më shumë me kërkesat e trupit tënd për të kuptuar kohën kur ty të hahet, pse të hahet.
është një ngrënie emocionale, sepse ne jemi gjatë gjithë kohës vulnerabël ndaj emocioneve, kryesisht negative në ditën e sotme për fat të keq. Pra, po të hahet sepse ti ke një nervoz, sepse ke debatuar me dikë, po përjeton një emocion apo apo po të hahet se vakti jot para ardhës ka qenë larg, ndoshta s'ka qenë i plotë kështu me radhë. Dhe tjetra është zgjidh një regjim ushqimor i cili mund të jetë korrekt me trupin tënd, por që është edhe i mbajtshëm. Pra ti mund ta mbash në vazhdimsi, në vijimsi, pra të bëhet një edukat dhe të jetë vërtet ai i balancuari që ty nuk të lë të krijosh sakrifica. Se nuk ke pse vetë sakrifikosh për të rënë nga pesha, kur ti mund të bash një regjim ushqimor i cili përmban të gjitha ushqimet që ti dëshiron, që ti na përmban, që trupi ka nevojë dhe ti të ndihesh i ngopur pa u vetë sakrifikuar. Dhe e katërta, tim se 3 po do jap 4, nëse ti dëshiron të konsumosh diçka më shumë jashtë asaj që dietologu apo ti vetë ke gjetur një regjim të ofron, mund ta bësh pa ndjenja faj. Ndjenjat e fajit janë shumë herë më vrastare se sa ngrënia e një çokolate apo një ëmbëlsire të vogël. Po në lidhje, doktoresha, me personat që thjesht nuk shëndoshën, pavarësisht se çfarë hanë. Po. A kanë ata të drejtë ta hanë çfarë të duan dhe çfarë do lloj gjëje? Ata kanë luksin që edhe nëse e bëjnë nuk shtojnë në peshë, por jo, sepse shëndeti nuk i referohet vetëm numrave peshore, pra vetëm peshës, por i referohet edhe mënyrës se si funksionojnë hormonet e tyre, se si është komunikimi neurotransmetuesve të tyre, se si është mikrobiota e tyre, kështu që pa diskutim ata kanë luksin të mos shtojnë në peshë, por njësoj si të tjerët nuk kanë luksin të abuzojnë dhe të hanë çfarë të duan ata, se ma beso, në një moment të caktuar të jetës, trupi do të kthej reston. Qartë. Dhe një pyetje tjetër që kam është çfarë nuk do të mungoj kurrë në frigoriferin e qytetarëve? Unë do t'jap një listë ushqime që nuk do të mungoj kryesisht në shtëpi. Vezët nuk duhet të mungojnë kurrë, sepse janë një vakt që ti po të dish t'i kombinosh, e ke edhe mëngjesin, e ke edhe drekën, e ke edhe darkën. Po mund të bësh dhe ëmbëlsira, pra e dim shumë mirë si mund t'i përdorim. Drithrat dhe legumet, pra bishtajat. Grupi bishtajave është shumë i madh, familja e bishtajave, më fal. Ti ke edamam, ke bizele, ke thjerza, ke qishra, ke fasole. Pra ti çdo ditë e ke një burim bishtajash. Drithrat po ashtu, elbi, bollguri, orizi, makaronat etj. Janë përsëri një mënyrë për të kombinuar shpejt. Frutat dhe perimet e stinës janë përsëri një mënyrë që ti mund t'i kombinosh me gjithë ato që ke në shtëpi. Qumshti dhe kosi, unë do të preferoj edhe kefirin, sigurisht. Këto janë baza të cilat nuk duhet të ndalojnë, të mos jenë në shtëpi dhe patjetër bulmeti, sikur është djati apo gjalpi, sigurisht preferohet i freskët, fshati e kështu me radhë, dhe mos u hallakasni me terma tipit gi, do shkoj të blej gi, se është më ai gjalpi gi, është ajo çfarë nëna tona kanë pas shkrirë për baklavan e vitit të ri në shtëpi tona. Thjesht është gjalpi shkrir edhe një herë. Pra mos u nisni nga fjalët që nxisin marketingun dhe që nxisin termat e rinj dhe po thua, pra të jesh, ne kemi ndërlikuar vetë jetën, mendoj unë. E kemi ndërlikuar vetë duke dashur të marrim produkte të cilat nuk i njohim fare si terma, vetëm se del dikush dhe i promovon. Baza me të cilat ky vend prodhon dhe kjo stin ofron. Ju përmendet kefirin. Dhe së fundmi është shumë trend. Është një trend i shëndetshëm? Në fakt, kur kam folur për kefirin, si për shumë gjëra të tjera për cilat edhe jam komentuar negativisht, por fatmirësisht i vjen koha çdo gjëje që është e vërtetë dhe ndonjëherë është fati i keq i dikujt që është para kohës. Edhe për kefirin, mund të ketë gati 8 vite më parë që unë mund të kem folur për kefirin dhe sigurisht që nuk jam besuar tashmë që kthehet një trend, se del një bloger, del një vip, del një tjetër, njerëzit fillojnë ta besojnë. Prandaj po të vëzhgoj në thelbin e intervistës tash, besoni profesionistin, diçka më shumë di. Në momentin që e ka një bloger në dorë, aty është marketing pastaj. Pastaj sigurisht që është një trend, fatmirësisht të tilla trende paçim, si kefiri, po që mos prisni që të bëhet marketing, ndërkohë që një profesionist e ka thënë më përpara, se ka thënë Hyrida, e ka thënë një kolege ime, nuk ka rëndësi, e kam thënë unë apo jo. E rëndësishme është që ai profesionisti kur e thot, diçka di më shumë, diçka ka parë më shumë, diku e ka dëgjuar më shumë në një studim, në një botim, në një udhëtim, në një trajnim apo diçka tjetër. Kështu që po, kefiri është një trend i shëndetshëm. Por gjithmonë kefiri artizanal, gjithmonë kefiri artizanal, se ti kefir futur në market, ke rafte pafund me kefir, por nuk ka si kefiri artizanal.
Ku mund ta gjej më saktë një kefir artizanal? Ekzistojnë patjetër zonja të cilat e prodhojnë kefirin artizanal në kushte higjieno-sanitare të mirëfillta dhe patjetër që mund ta bëjmë edhe në shtëpi, nëse dikush ka farën për atë kërpudhën e kefirit, mund ta ruaj edhe në shtëpi vet. Kërkon pak impenjim, sepse në fund ditës ajo është një kërpudhë ka kushtet e veta, por që nëse dikush do ta bëj, patjetër që e gjen farën edhe e prodhon edhe vetë në shtëpi. Sepse ai i marketeve, mund të jetë një zgjidhje shpejt kur ti je në udhëtim se do marrësh kefirin me vete, por dihet që përmban edhe konservant dhe aditiv, edhe nuk e dim sa kefir ka realisht aty brenda. Qartë. Doktoresha, jemi në fund të intervistës dhe do doja nga ju një këshill për gjithë ata që na ndjekin. Për personat që po luftojnë për humbje në peshë, për personat që duan të ndryshojnë stilin e jetesës dhe e kanë të vështirë dhe gjithë të tjerët. Mesazh nuk ka një mesazh specifik sepse secili nga individët ka një nevojë specifike dhe ndryshe. Megjithatë, këshilla ime kryesore është afro pak më shumë me origjinën tënde. Pra me qenien tënde. Kupto pak më shumë se çfarë të sollin në këtë situatë dhe aty ke edhe përgjigjen si të kthehesh pas kësaj situate. Dhe për të qenë i shëndetshëm nuk të duhen absolutisht sakrificat. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që nda, dhe sidomos për mesazhin që kur bëhet fjalë për shëndetin, duhet të besojmë gjithmonë një profesionisti. E vërtet. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë miru takofshim.